O, sa e mrekullueshme ta lavdërosh Zotin në shqip. Haleluja. Sa e mrekullueshme që si jemi detyruar të mësojmë ndonjë gjuhë tjetër për ta lavdëruar Zotin. Amen. Haleluja. Kemi një gjuhë të bekuar. Amen. Besoj që Perëndisi pëlqen shumë gjuha shqipe. Unë ku shkoj në qiell do flas shqip me Perëndin. Nuk e di ju çfarë gjuhë do përdorni, por unë do flas shqip me Perëndin. Jam i sigurt që edhe ai do të ma kthej në shqip. Haleluja. Se keni menduar, ja mendojeni se si do flisni kur shkoni, se atje nuk do ketë Google Translate, kështu që përgatituni. Haleluja. Që të flisni me Perëndin në shqip. Ne nuk jetojmë vetëm për këtë botë, amen? Ne kemi një botë tjetër që na pret gjithashtu, është bota e Perëndisë. Edhe kur jeta jonë të mbaroj, ne fillojmë një jetë të re me Perëndin. Haleluja. Si tha Apostulli Paul, jashtë trupit, pranë Zotit. Në momentin që një i krishter largohet nga kjo jetë, shkon drejt për drejt në praninë e Zotit. Amen? Nuk kemi një vend të ndërmjetëm. Do shkojmë drejt për drejt në parajs, në qiellin e Perëndisë, në vendin ku ai ka caktuar për fëmijët e tij që t'jenë. Haleluja. Amen. Kështu që vdekja e ka humbur atë frikën që e ka pas një kohë. Se njerëzit jo besimtarë kanë frikë nga vdekja, por një njeri që beson te Zoti nuk ka frikë nga vdekja, sepse e din ku po shkon. Haleluja. Ndërsa njeriu që nuk e din se ku do shkojë kur të vdes, shpesh mund të dëgjosh, kam lexuar edhe dëshmi të njerëzve që kanë punuar në mjekësi dhe kanë qenë tek shtrati afër njerëzve që sapo do vdisnin, domethënë, dhe para se largoheshin, o do thonë si kanë frikë, shprehja e frikë kanë frikë, sepse kanë frikë, sepse po shkojnë një vend që e din që fryma jonë e din kur është e shpëtuar dhe kur s'është e shpëtuar. Pavarësisht që mendja disa njerëz përpiqen edhe e keni parasysh edhe njerëz të botës, jo, mos ki frikë. Po i shkreti e din që ka me shku dikun ku s'duhet me shku. E kuptoni? Kështu që sado që njerëz përpiqen ta, mos ki frikë, nëse ai s'është i shpëtuar ka me pas frikë deri në momentin e vdekjes, sepse fryma jon e din ku do përfundoj. Nëse ne jemi të lindur sërish, nëse kemi Perëndin, ne gëzohemi dhe e dim që vetë thjesht po kalojmë nga kjo jetë tek Perëndia. Por nëse se kemi Perëndin, atëherë fryma e din dhe ka frikë, do të kanë frikë ose njerëzit edhe shikojnë, ja, po vin, po marrin, kam dëgjuar lloj dëshmish, domethënë, edhe nuk dua të shkoj, ose ja, po vjen, po merr dikush. Pse? Çfarë janë këto? Këto janë ato pamjet e fundit të frymës njerëzore para se largohet nga bota. Edhe neve, mbi gjitha, ne duhet të jemi, domethënë, të sigurt që ato çfarë Perëndia ka thënë në Bibël, ai nuk e ka ndryshuar dhe kur do ta ndryshojë. Që ata që besojnë te Krishti kanë përjetësinë e sigurt. Haleluja. Ne do shkojmë tek Perëndia nëse e kemi Perëndin në zemrat tona. Haleluja. Amen. Besoj që duhet jeni më të lumtur se kaq, por s'ka gjë. Si jemi në momentin e fundit. Po dëgjoja në fakt një predikues po thoshte që është shumë mirë kur je i krishter të kesh, domethënë, edhe në momentet e fundit jetës tënde, të kesh tamam atë djenin që ti në fakt do të shkosh tek Perëndia, sepse kjo në fakt të jep edhe shtys që mos e shikosh pleqërinë tënde si një mallkim, po ta shikosh pleqërinë tënde si një bekim, sepse ti ke përfunduar pjesën më të madhe të jetës dhe tani po të pret përjetësia. Pse duhet të kesh frikë ose të shqetësohesh, sepse po shkon tek Perëndia. Edhe ishte një predikues, më duket se ishte mbi 80 e ca vjeç, edhe ai kishte thënë atyre në kish, besimtarëve në kish kishte thënë, shikoni, unë pak a shumë e di se kur do të shkoj, por akoma s'jam gati të shkoj tek Perëndia. Dhe kishte filluar të predikoj, edhe duke predikuar, këto ishin fjalët e tij, duke predikuar, thotë kështu, jo, prit një moment gjatë predikimit, se akoma s'ka mbaruar ta. Edhe mbaron predikimin, edhe ulet në karrigën e tij si pastor që ishte, edhe ndron jetë. Thash, wow, çfarë mënyre e mrekullueshme për me shku te Zoti. Haleluja, i tha engjullit, prit pak, s'ka mbaru, sepse çfarë thuhet në fjalën e Zotit?
Kur Abrahami vdiq, jo më falni, tek historia e Lazarit të varfër dhe pasanikut. A nuk thot që kur Lazari i varfër vdes, engjujt erdhën dhe e morën dhe e quan tek vendi i Perëndis. Kështu që edhe neve engjujt do vinë na marrin. Haleluja. Amen. Kur ne ndrojmë jetë, si do ngjitemi ne lart, do vinë engjujt na marrin. Haleluja. Kështu thot Bibla. Tani s'ka nevojë 100 engjëj, një engjëll të marr për dorë me çon atje lart. Haleluja. Por çfarë dua të them është që ky njeri me siguri ka pa engjëllin e tij, edhe ka thënë prit pak, sepse Zoti a nuk mund ta i hapi syt, patjetër që po. A nëse ju kujtohet historia e Stefanit, para se të gurzohej, të vdiste domethënë. Ai thot qielli u hap dhe ai pa Perëndin dhe Jezusin në të djathtë Perëndis që ishte ngritur në këmbë. Do thot në momentin disa sekonda para vdekjes, syt frymëror u hapën dhe ai e pa realitetin frymëror. Edhe në atë moment çfarë thot ai? Thot, ata që, domethënë, ai u lut për vrasësit e tij, edhe tha o atë fali, mos ja u numëro këtë për mëkat. A mund ta imagjinoni se çfarë vdekje është kjo? Unë mendoj që kjo është një vdekje e mahnitshme, saqë edhe gjithë kisha ka 2000 vjet dhe ne e lexojmë këtë lloj vdekje të një besimtare dhe ne mbushemi me mahnitje, me thonë, wow, shiko se çfarë do thotë të vdesësh në Zotin, pa frikë dhe para vrasësve, pa frikë, po të lutesh për vrasët e tu, tamam si Jezusi që u lut për ata që i kryqëzuan, e njëjta frymë. Se thonë, disa njerëz thonë, e dini zakonisht Jezusi ri i ulur në fron, por kur vdiq Stefani u ngrit në këmbë. Domethënë kjo është një nderim që Jezusi i jep martirëve të tij, atyre që e portretizojnë frymën e tij deri në momentin e fundit të jetës. Deri në momentin e fundit ne duhet të shfaqim natyrën e Perëndis. A jemi në vështirësi, a jemi të bekuar, ne duhet ta shfaqim natyrën e Zotit. Prandaj jemi krijuar. Haleluja, të reflektojmë krijuesin, të reflektojmë Krishtin. Haleluja. Lavdi Perëndis. Nuk e di pse po flas për këtë, por thjesht e ndjej që kemi nevojë të inkurajohemi që ne jemi ata që kemi shpresën e vërtetë. Nuk mund presim tek bota që të na japi bota shpresë. Bota nuk ka shpresë. Perëndia ka shpresë. Dhe neve që besojmë tek Perëndia duhet jemi më shpresdhënësit në këtë komunitet, në këtë botë ku ne po jetojmë. Ne duhet ju njerëzve. Haleluja. Haleluja. Dhe keni bërë shumë mirë që keni ardhur në kish, sepse pikërisht kjo është ajo çfarë Perëndia e pëlqen. Ai e pëlqen kur ne mlidhemi së bashku dhe këto 2 javë të fundit kam folë në lidhje me rëndësinë e kishës, sa e rëndësishme është kisha lokale për jetën tonë si besimtar. Kisha nuk është një organizëm që kanë krijuar njerëzit. Kisha është familja e Perëndis, edhe këtë dua ta ritheksoj. Kisha është ideja e Perëndis, nuk është ide njerëzore. Kisha është familja e Perëndis, këtu punon Perëndia, këtu na mëson Perëndia, këtu na rrit Perëndia, këtu na nxit Perëndia, këtu e forcon besimin ton Perëndia, këtu na mbush me frymën e shenjtë Perëndia, pra në familjen e tij ai derdh bekimin e tij. Ashtu si çdo njeri që është i shëndetshëm punon, lutet, sakrifikon për familjen e vet. Edhe nëse ka ndonjë të mirë e do ta çojë në familjen e vet, nuk e çon te koishia. Kur dikush le të themi familjen tuaj bekot ose merr një gjë, blen një gjë, nuk e çon gjë. E çon në familje. Pse? Sepse aty e gjen ai ngrohtësinë, aty e gjen përkrahjen dhe çdo bekim e çon aty. Edhe Perëndia, çdo bekim të tij e çon në familjen e tij, dhe kjo familje është kisha e tij. Haleluja. Të gjitha dhuntit e shërbesës, Jezusi i adhuroi kishës së tij. Nuk i dhuroi shërbesa që të jenë veç e veç, e të kenë një emër se kjo është shërbesa ime dhe kjo është mënyra si unë shërbej njerëzve, të marrin famë, siç bëjnë njerëzit e botës kur kanë ndonjë talent të caktuar dhe krijon organizmat e tyre për të shpallë këtë talent që kanë, por kisha nuk është ashtu dhe nuk duhet jetë ashtu. Dhe unë besoj që në fakt në kohët e fundit, kisha e vërtet do jetë shumë
e thjesht, jo e komplikume. Do çlirohet nga çfarë do lloj komplikimi për njerëzit që ata të mund të vinë te Krishti shumë më lehtë. Mos e bëjnë të vështirë siç e bën farisejt edhe saducejt, që Jezusi thot, jo vetëm që ju s'po hyni, po s'po i lini tjerët me hyrë mbretërinë e Perëndisë. Pse? Sepse ata kishin bërë ligje ekstra, përveç asaj çfarë ishin në Bibël, ata kishin nxjerrë edhe ligjet e tyre. Edhe ne si njerëz mund të nxjerrim ligjet tona për ato çfarë është e pranueshme që janë komplet jashtë Biblës. Mua më kujtohet dhe kam ndarë dhe shpesh që fillimisht kur erdha te kisha fitoria, pastori para meje, ai kishte fiksim kollaren. Edhe unë po vija si predikues bashkë me Mirandën, si mysafir për të predikuar këtu te kisha fitoria, dhe maj mend që pastori te zyra e tij kishte kollaren gati. Unë se kisha marrë kollaren, se vinim nga Prishtina për të predikuar këtu, ishim të lodhur edhe ku më vinte mend për kollaren, edhe ai tha, "Okay, welcome," thoshte ai, se ishte amerikan, edhe mbani mend ju që keni qenë atë kohë. Po për ju që se mani men, I'm thought, welcome, so good that you have come, but you don't have a tie. Shumë mirë që ke ardhur, por nuk e ke kollaren. Ja e kam unë një këtu ekstra dhe ma vendoste kollaren, edhe pastaj unë du të vija dhe të predikoja me kollaren në kishë, dhe kjo ishte e pranueshme për të. Por nëse hapim Biblën, Jezusi s'ka pas kollare. Më vjen keq. Okay? Dhe ti je i shenjtë nuk do thotë që nëse ke kollare je më i shenjtë se tjerët. Come on. Por për disa njerëz të cilët si farisejnë dhe saducejnë krijojnë rregullat e tyre, edhe është shumë lehtë për shkak se kisha është një grupim njerëzit, është shumë lehtë që dikush që është në pozitë, le të themi, i ka tekat e veta dhe mënyrën që ai e shikon që është shenjtëria, edhe ai mendon që okay, të vishesh me kostum dhe të kesh kollare e më i shenjtë se të tjerët, edhe kushdo që vjen këtu do të mëkoni veshën me kostum dhe me kollare, se ndryshe s'është i shenjtë, mjaftueshëm. Dhe këtë unë mendoj që sa më shumë që i afrohem ardhjes së Krishtit, këto gjëra do zhduken. Edhe kisha e vërtet do jetë një kishë thjesht, që nuk do të bazohet thjesht se çka ke veshti. Normalisht që ne Bibla thot vishur me modesti, por nuk është veshja ajo që tregon që ti je me Perëndin. Po është ajo që shkëlqen nga sytë e tu dhe ajo që del nga goja jote, është ajo që do të tregoj me veprat e tua ti do të tregosh nëse je i krishter apo jo. Ti do të tregosh me veprat, se Jezusi tha, nga frytet ju do t'i njihni. Çfarë fryte po jep jeta jote? Apo jep frytet e Krishtit, apo po jep diçka që tjerë thonë, a është i krishter kjo apo jo? Do thot, frytet tona tregojnë nëse ne vërtet besojmë te Krishti apo jo. Unë, e kam thënë disa herë, nuk mund të vë dorë në zjarr për asnjë person, a është i shpëtuar apo jo. Unë mund të them vetëm për veten time, që unë besoj se jam i shpëtuar. Por unë nuk kam një letër këtu që kush vjen këtu në kish, të jap një letër garancie që ti je shpëtuar dhe me bë me dek ti sot ti ke më shku te Jezusi. Jo. Këtë garanci e merr direkt nga Jezusi, vizat i lëshon vetëm ai. Vizat i lëshon vetëm Jezusi. I'm sorry, nuk mundesh sepse këtë ka bërë një kohë kisha në historinë, ne e dim në historinë e kishës, indulgjencat paguheshin, bileti paguhen edhe për njerëz të vdekur. I kishte vdek halla njërit, doja tjetër dhe këta ishin sigurt. A kanë shku në parajs dhe shkonte te prifti, e blenë të ato indulgjencë, jepte lekët, ata të shkojnë parajs. Ai ka vdekur me ditë ku a shku. E kupton? Do thotë që shpëtimi nuk mundet mu ble. Shpëtimi nuk blihet. Shpëtimi mundet vetëm të pranohet dhe të pranohet personalisht. Nuk ka mundësi me marrë shpëtimin për babën, nonën, gjyshen. S'ka mundësi. Vetëm ti mund ta pranosh Krishtin në mënyrë personale. Vetëm ti mund të shpëtohesh. Ne mund të lutemi për shpëtimin e familjes tonë, ne mund të lutemi për familjarët tanë, po kjo nuk i shpëton ata. Kjo vetëm e hap rrugën që atyre mendja atyre të hapet, që ata të kuptojnë se si mund të shpëtohen ata, por ne nuk mund të shpëtojmë asnjëri. Njerëzit duhet vetë të pendohen për mëkatin e tyre dhe njerëzit duhet vetë ta pranojnë personalisht sakrificën e Jezusit në kryq. Ajo çfarë doja të ndaja, janë dy gjëra që doja të ndaja sot në lidhje me kishën, se sa e rëndësishme është kisha lokale. E para që doja të ndaja është ajo pjesa ku Pali flet në lidhje me trupin, ku thotë që syri nuk mund t'i thotë dorës, nuk kam nevojë për ty. As këmba nuk mund t'i thotë, le të themi, veshit, s'kam nevojë për ty, etj. Domethënë, Pali e krahason kishën me një trup njerëzor.
Se normalisht në kohën e Palit nuk kishte PowerPoint që ti të bëj aty lloj-lloj krahasimesh me marr fotografi. E vetmja gjë që ata kishin ishte, trupi njerëzor. A ka më thjesht se kaq? Kisha është një trup njerëzor. Secili prej nesh ne jemi gjymtyr të këtij trupi. Haleluja. Secili prej nesh ne jemi një gjymtyr. Ne nuk jemi gjithë koka, ne nuk jemi gjithë syri, biles edhe këtë e thot fjala e Zotit. Nuk mund gjithë pretendojnë sepse të jemi një gjymtyre caktuar, sepse normalisht nëse do kishin zgjedhjen tonë, do shta gjithë do dojnë të ishin koka. Ne shqiptare kena dopsi për koka. E keni parasysh si tha pastor Yonggi Cho, tha, kur shkoa në Amerikë, e keni idin Cowboys e Indians, dhe më tha ato cowboysat edhe indianët që janë autokton të Amerikës. Edhe tha, kur shkoa në Amerikë, tha pastor Yonggi Cho, pashta shumë chiefs, dhe më thënë shumë drejtues të indianëve, po tha pak indian, too many chiefs and no Indians, tha. Se gjithë duan t'jenë bosa, ishte fjala, edhe në kish, gjithë duan t'jenë bosa, kërkush do me shërby. Okej? Dhe kështu është edhe në shoqërinë tonë, nga njëherë, do më thënë njerëzit e kanë atë tendencën t'jemi pari unë këtu, por kërkush se ka tendencën si mund t'i shërbej njerëzve, çfarë mund të bëj për të tjerët. Dhe, Pali thot pikërisht për këtë, që nga njëherë kur ne themi, pasi që nuk jam koka, atër s'kam nevoj për t'jem në trup, s'jam koka, kështu që ma mirë. Dhe kështu i thot kishës, thjesht që ti nuk je drejtuesi në kish, kjo nuk do thot që ti si je pjesë e kishës. Ti je pjesë e kishës, edhe pse si je drejtuesi i kishës, sepse sipas fjalës së Zotit, drejtuesi është shërbëtori i gjithëve, jo bosi i gjithëve. Kështu është si Biblia e quan një drejtues. Për shembull, Mateo, ai është fëmijë. Edhe ai nuk e kupton sistemin e drejtuesit, por e mëson atë hierarki duke shikuar njerëzit në botë. Që ai që është për shembull kur shkon në kopsht, ai që është drejtuesi ka fjalën e fundit, ajo mund t'i urdhëroj stafin me hek nga puna stafin, me vendos tjetrin, ai e vëzhgon edhe pse është 6 vjeç, ai e vëzhgon hierarkinë. Fëmijët e kuptojnë autoritetin apo jo? Dhe ai vjen te on. Babi, thuaj Bertit që të më fusë në grupin e adhurimit. Pse? Sepse Berti është drejtuesi i grupit të adhurimit, edhe ai e kupton hierarkinë. Thuj Bertit, thoj jo, së mi thonë, Bertit me të fut. Tha, po ti e pastori, ti mush mi thonë kujdo qa me bo. 6 vjeç. Okej? E mos më thuj ti që ti se kupton autoritetin. Ti e mervesh edhe ma mirë se Mateo se qa do thot autoriteti, por qa ishte përgjigja, babi, në kish ne nuk urdhrojmë njerëzit. Në kish ne mund të ti shërbejmë njerëzve. Dhe Bertit, unë nuk mund t'i them vendose njërin ose tjetrin në grupin e adhurimit. Berti ka sytë në ballë, ai shikon kush në kish e adhuron Zotin, dhe nëse ti e adhuron Zotin, vërtet e adhuron Zotin, gjasat janë që ti një ditë mund t'jesh në grupin e adhurimit. Por unë nuk mund t'i them Bertit, fute Mateon ose jo. Po Mateo, ai ende ka konceptin, babi ti je, pastori ti je, ti mund t'i thush gjithë njerëzit çfarë të bëjnë. Jo, pra kjo është ajo çfarë ne mësojmë, apo jo? Dhe Biblia thotë që edhe në kish, thjesht që ti nuk je koka, kjo nuk do të thotë që ti nuk je i rëndësishëm. Ti je i rëndësishëm. Ti je një lloj i rëndësishëm siç unë jam i rëndësishëm, sepse unë jam thjesht në dhuntin time, dhuntin që Zoti ma ka dhënë si pastor, po kjo nuk më bën mua më të rëndësishëm se ty. Absolutisht jo. Ashtu si syri nuk është më i rëndësishëm se goja, ose se veshi, ose se zemra. Asnjë pjesë e trupit nuk është më e rëndësishme se tjetra, por kanë funksione të ndryshme. Edhe ajo çfarë duhet mësojmë është që ta kuptojmë që secili prej nesh ka një funksion në trupin e Krishtit, edhe kjo është ajo që na bën neve dhe duhet na bëjë ne më të ndjeshëm ndaj njëri tjetrit, të respektojmë njëri tjetrin dhe dhuntin që Zoti ja ka dhënë njëri ose tjetrit. Ose rasti tjetër që Pali thot, kur gjymtyra thot, s'kam nevojë, syri thot, s'kam nevojë për ty. Dhe Pali po thot, nuk mund të thot një krishter, s'kam nevojë për kishën. Nuk mund të thuash, nëse i krishter, nuk mund të thuash s'kam nevojë me shku në kish. S'kam nevojë fare për kishën. Sepse kjo nuk mund të thot, a mund të thot në një gjymtyr për shembull, të thot veshi, s'kam nevojë për gojen, s'kam nevojë për syrin. Po veshi vetvetiu nuk mund të ekzistojë. As syri vetvetiu nuk mund të ekzistojë. Është provuar
që të heqin organet e njerëzve, t'i mbajnë gjallë, por nuk ka funksionuar. Nuk funksionon asnjë gjymtyr jashtë trupit ton nuk mund të jetë e gjallë. Po kanë futur gjëra plastike në trupat e njerëzve edhe sot, për shembull ekziston pompa, le të themi zemra artificiale, edhe kjo funksionon, e fusin zemra artificiale. Ndoshta teknologjia zhvillohet edhe gjërat mund të futen, po mi nxjerr ato jashtë edhe milion nuk jetojnë dot. Okej? Dhe Perëndia në Bibël përdor krahasimin fizik, që neve nuk duhet edhe në anën frymërore të themi unë mund të jetoj pa kishën, s'kam nevojë për ty. Pra kjo thënia, s'kam nevojë për ty, s'kam nevojë për kishën, nuk duhet jetë në zemrën e një krishteri. Përkundrazi, ne kemi shumë nevojë, më shumë se çfarë ne mendojmë, ne kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Ne kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Unë nuk mund të përmend se sa herë, sepse unë nuk kam qenë gjithmonë pastor, kam qenë edhe besimtar i thjesht në kishë, ku kam qenë pjesë e një grupi të vogël, kam marrë pjesë në shërbesa rregullisht, kam dalë në ungjillizim rregullisht, kam shku në lutje rregullisht, domethënë kam bërë të gjitha aktivitetet që një kishë bën pa qenë pastor. Kam qenë thjesht besimtar. Por gjymtyre gjallë kam qenë, lavdi Zotit dhe hala jam. Haleluja, edhe ashtu do jem. Amen. Haleluja. Nuk jam pirë, edhe nuk do më pijem, haleluja. Edhe nuk do më kapi gangrena, haleluja. Po do jem një gjymtyre gjallë dhe do funksionoj brenda trupit ashtu siç duhet. Ashtu siç duhet funksionoj brenda trupit. Por njerëz mendojnë, po ti nga që je pastor, tani po flet që është e rëndësishme kisha. Jo, kisha ka qenë gjithmonë e rëndësishme për mua, për një moment që jam shpëtu. Sepse familja, është familja. Ku mund shkoj një fëmijë përveç se në familje? Dhe thash që në fillim, plani i Zotit nuk është jetimorja. Plani i Zotit nuk është aborti. Plani i Zotit nuk është që fëmijët të trafikohen. Plani i Zotit është fëmia të jetë në familje. Atëherë pse të jetë ndryshe për një krishter? Plani i Zotit për një krishter është brenda kishës. Brenda kishës, pjesë e kishës. Dhe unë nuk mund t'ja u shpjegoj aq qartë sa e rëndësishme është t'jesh në kishë. Sepse vërtet vajosja e Zotit çlirohet sa herë që ne mblidhemi së bashku. Sa bekime humbin të krishterët vetëm që neglizhojnë bashkësinë me të krishterët e tjerë. Sa bekime, sa shumë munges zhvillimi në karakter ka një person që nuk shkon kish. Sepse është shumë e lehtë, kur nuk shkon kish, s'ka kërkush me thonë që si në rregull. A kur je në shtëpi, je vetëm, s'flet kërkush të vërtetën, të e këqyr pasqyren, si ajo shtriga që thoshte pasqyr, kush është më i bukur në botë? Edhe çfarë i thoshte pasqyra? Ti, por është edhe një tjetër. Së paku e pasqyra thonte të vërtetën. Por, ne nuk kemi pasqyrë të tillë në shtëpi, që çdo ditë mund të na thotë të vërtetën, tani ju mund thoni, po pastore kena Biblën. Po, Biblia thotë shkon kish. A ke lexuar çat vërtet? Shkon familje. Kur isha fëmijë i vogël, ndoshta mosha 10 vjeç, luanim aty para pallatit, edhe nga një herë verës mund të luanim deri ndoshta 9-10 darkës. Edhe kur vinte ora, e dija, o babi o mami do dilin nga balkoni ose nga dritare dhe Tomi, bërtiste, Tomi, hajde në shtëpi. Edhe normalisht ishte fjala e fundit, shpejt në shtëpi mandej. Po çfarë ndjesie që ke një shtëpi ku me shku? Që ke një shtrat ku mush me flejt, ke dy prindër që kujdesen për ty. Është e tmeshme kur s'ke, asko me thonë, hajde në shtëpi, po rri atje, edhe mos të pafsha. Kjo është e tmeshme, po kur i ke prindrit, është gjë e mrekullueshme, që ata të thrasin dhe ti ndjen sigurinë edhe shkon në shtëpi. Pra, e njëjta gjë, Perëndia po thret, gjithë krishterët, hajde në shtëpi. Hajde në shtëpi, në shtëpinë time që është kisha. Kjo nuk është kisha, kjo është një godinë që kena ble. Kisha jemi ne. Bashkësia e shenjtorëve, nuk janë godinat. O, sa godinat bukra ka në Perëndim që i kanë ndërtu njerëz dhe kanë harxhu miliona dollar janë bosh. Nuk është godina. Është trupi i Krishtit, njerëzit që besojnë.
bashkësia e shenjtorëve. Kjo është kisha dhe gjithmonë do jetë kisha. Këtë ne kërkojmë, të jemi pjesë e një trupit gjallë. Haleluja. Dhe zakonisht ky trup i gjallë do jetë diku në afërsinë tënde fizike, se Perëndia nuk do që shkojna 5 orë me shku një kish. Perëndia do ta gjej një vend për ty që ti t'jesh afër një trupi besimtarësh që e duan Zotin dhe e adhurojnë Zotin. Kjo është e para që do e thoja. Dhe e dyta që do e thoja është pjesat e fjala e Zotit ku flitet për mbushjen me frymën e shenjtë. Tani, secili prej nesh, si të krishterë, ne kemi nevojë që të mbushem me frymën e shenjtë. Nuk mjafton ajo, le të themi ajo dita kur ti je pagzuar në frymë dhe ke folur në gjuhë të reja dhe Perëndia të ka mbushur dhe ke pas një eksperiencë shumë të mirë me frymën e shenjtë. Nuk mjafton vetëm aq, sepse makina mund të jetë super e mirë, po si futet naftë ose benzin, nuk do të çojë kërkund. Dhe në mënyrë figurative, fryma e shenjtë është nafta, është benzina, është fuqia e Perëndisë. Dhe pa atë, ti nuk mund bësh as 2 hapa përpara me Zotin, pa fuqinë e Zotit. Dhe çuditërisht, fjala e Zotit na thot që sa herë që kisha u mbush me frymën e shenjtë, ata ishin bashk. Ata ishin bashk. O ishin duke u lutur, shpesh ishin duke u lutur, ose duke adhuruar, por ishin bashk. Dhe atëherë derdhe fuqia e frymës shenjtë mbi besimtarët. Kështu që ne pyes vetëm pse të krishterët nuk janë as të mbushur me frymën e shenjtë, sepse nuk kërkojnë të jenë në këtë bashkësi. Sepse ajo çfarë ndodh, për shembull, pse shkon, le të themi një besimtar në lutje dhe shikojmë jetën e tij që po ecën përpara në Zotin, dhe tjetri nuk shkon në lutje dhe shikojmë gjithmonë pengesa, argëzime, probleme, nuk po shkon përpara. Pse? Rezultat shumë i thjeshtë. Kur ti vjen në lutje bashkë me besimtarët e tjerë, ti mbushesh me frymën e shenjtë. Nuk ka nevojë që dikush të lutet, thjesht vendos duar, nganjëherë dhe ndodh kështu, por thjesht prania jote bashkë me të tjerët në lutje çliron fuqinë e Zotit. Çliron mbushjen e Zotit, është kaq e rëndësishme, kaq e rëndësishme. Adhurimi së bashku, për shembull, ju nuk jeni të vetëdijshëm për këtë, por është si ai personi që le të themi nëse dikush të pyet çka ke hongër të dielën e kalume, ti s'man men çka ke hongër dielën e kalume, mëngjes drejt darkë, unë se maj men. Nuk e di, ndoshta ka nga ato të zgjuarit këtu në mesin tonë që din çdo ditë çka kanë ngrënë. Por unë nuk e maj men. Por e maj men një gjë që kam ngrënë. Këtë e maj men. Të dielën e kaluar kam ngrënë. Dhe nëse pyet edhe një javë tjetër më përpara, ke ngrënë një dielë, po, e di, edhe do thotë që edhe ti kur vjen në kishë, ti ndoshta nuk e man men çdo predikim që është dëgjuar çat javë për ty, por ama në mënyrë automatike, thjesht sepse je në praninë e besimtarëve dhe Jezusi është i pranishëm, dhe ti lutesh bashkë me tjerë, dhe adhuron Zotin bashkë me tjerë, derdhet fryma e shenjtë. Ne nuk e shohim, por ti e merr atë shtysën frymërore dhe kur del nga kisha, ti je më i fortë frymërisht. Ti ndoshta se kupton për momentin, po për shkak se ke qenë në kish, për shkak se ke marrë nga fjala e Zotit, për shkak se ke marrë nga fryma e Zotit, e mbushur, ti mund ta përballosh javën më lehtë me sfidat që të vinë, sepse ke marrë një fuqi nga fryma e Zotit. Dhe ta garantoj 100%, 1.000.000%, nëse ti nuk vjen në kish rregullisht, edhe mungon, një herë në muaj vjen, një herë në 2 muaj vjen, një herë në 3 muaj vjen. Jam i sigurt që kur del nga ande, kur Satani të sulmon, gjasat janë që ti ke me urdhëzu më shpejt se ky tjetër që vjen rregullisht në kish. Sepse nuk e marr karburantin, nuk e fuqinë frymërore me përballu sfidat. Tani, a do thotë kjo që unë s'jam i krishter? Jo, more, ti mundesh me qenë i krishter? Ti mundesh me pranu Jezusin dhe ndoshta asnjëherë s'bjen me shku në kish për shkak të lloj-lloj punërash që ke. Por ama dhe është i krishteri dopt. Edhe sa herë që të fut shpull, Satani të rrëzon për tokë. Sa herë që i teket ati mund me të rrëzu, se s'ke fuqi me kundërshtu. Kur të sjell tundimet, me të parin tundim ti rrëzohesh. Kur të vjen Satani thoj gënjej, me të parin tundim ti gënjen. Kur vjen Satani thot bëj një gjë, merr diçka që s'është e jotja, e bën, sepse se ke fuqinë me kundërshtu, se ke atë forcën e frymës me thon, çepe Satan dil jashtë edhe nuk do të dëgjoj ty, po do të dëgjoj Perëndin, do i bindem Biblës.
Pra, unë nuk shkoj në kish me aplotësu dëshirat as një personi. Dhe kur kam qenë besimtar, nuk kam qenë pastor, nuk kam shku në kish me aplotësu dëshirën pastorit. Amen? Kështu që ju s'ma aplotësoni mu dëshirën që keni arë sot në kish. Nuk vini për mua. Edhe ajo, unë kam afër 30 vjetë që po i shërbej Zotin në kish. Sa herë këto njerëz që nuk vinë në kish, e din çfarë është reagimi i tyre. Më përpara, them kështu, Berti, pastor si, më thot ai person, pastor si, më fal se s'jam kon këto javë të fundit në kish. Fillon me një herë më arsyetohet mu. Më fal, jam unë Jezusi. Çam kërkon falje ti, apo vjen për mua? E paske ka bukishën. S'po vjen për mua në kish, apo jo? Apo gazi? Ti nuk po vjen për mua në kish. Ti po vjen për Jezusin. Haleluja. Kushdo që vjen për mua në kish, të lutem mos hajde mo. Të lutem, sepse do zhgënjehesh, unë jam njeri, do vi një pikë që mund të them diçka do të zhgënjej. Jezusi nuk të zhgënjen kur. Nëse vjen për Jezusin, s'ki kur më zhgënjy. Sa njerëz kom taku që në zhgënjy në kishën, çam ka thon pastori, çam ka thon drejtuesi i adhurimit, çam ka thon ajo bashkëpunëtori atje te dera. S'ma dha dorën, gjithve ja dha dorën, mu s'ma dha dorën. Njerëz të lëndum nga lloj-lloj budalliqesh, ë? Sikur ata e kanë jetën e përsosur, sikur ata e kanë familjen e përsosur. Edhe gjejnë, domethënë njerëzit që dojnë, gjejnë gjithmonë diçka që s'funksionon. Njerëz që kanë kokën negativ, sa gjejnë sene. Edhe kpucat që si pëlqejnë, s'po pëlqejnë kpucat e tij. Gjejnë njeriu që është i tillë zevzek, domethënë se zëvendë, gjejnë gjithmonë diçka që si pëlqen. Kështu që edhe ju, edhe unë mund t'i lehtësojmë njerëzit, duke i thënë që hajde në kish për Jezusin, ai nuk të zhgënjen kur. Kur njerëzit kanë ankesa, jo njëri, jo tjetri, thuaj e paske fokusin tek personi, s'po vjen për qëllimin e dur. Ne vim për Jezusin në kish, ne presim që Jezusi të punojë jetën tonë, ne presim që Jezusi të na mbush me frymën e shenjtë, ne nuk presim nga njerëzit, ne i nderojmë gjithë njerëzit, i duam njerëzit, respektojmë, por ne nuk presim nga njerëzit. Ne nuk kërkojmë që ata të plotësojnë tekat tona. Amen? Haleluja. Kështu që edhe te Efesianët, për shembull, te Efesianët kapitulli 5, 18-20 thotë kështu: dhe mos u dehni me verë, në cilën ka shturje, por mbushni me frymë, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdruar Zotin me zemrën tuaj, duke falenderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht. Pra Pali thot, mos u deh me verë, por mbushu me frymën e shenjtë. Pra efekti, a e dini çfarë dehja, kushdo që është dehur e di që kur alkoholi e arrin një nivel, ti s'je mo vetja. Do thot alkoholi ka marrë kontrollin mbi ty. Dhe njëjta pamje figurative thot, jo alkoholi me marrë drejtimin, po fryma e shenjtë me marrë drejtimin jetën tënde. A e po kupton? Jo alkoholi, por fryma e Zotit ta marrë drejtimin. Dhe po e thot qysh, kur je në kish, ti vjen, thot, flisni njëri tjetrit, a bojna këtë kur takohemi? Po flasim, thot, përdorni psalme, përdorni himne, përdorni këngë frymërore, duke kënduar, duke lavdruar Zotin me zemrën tuaj, me zemër, jo me mendje. Zemra duhet jetë përfshirë që të mund të mbushesh. Duke falenderuar për çdo gjë Perëndin. Pra, e falenderojmë Atin. Haleluja Zot, faleminderit që jam sot në kish. Haleluja, kam marrë me 2 kom. Haleluja. Amen. Faleminderit Zot për adhurim, faleminderit Zot për grupin e adhurimit që vina shërbejnë. Faleminderit Zot që ka një ambient si jena jashtë. Amen. Faleminderit Zot që i shikoj edhe vëllezërit e mi dhe motrat e mia që janë mirë. Haleluja. Faleminderit për fëmijë në kish. Haleluja. Faleminderit për fëmijë që do vinë. Haleluja. Faleminderit për martesa që do vinë. Haleluja. Për shumë gjëra, edhe thot duke falenderuar ti mbushesh një zemër e cila falenderon është e mbushur me atë çfarë Zoti do. Haleluja. A nëse unë hyj në kish, edhe i kam ato sy, ças po shkon këto, ças bën këto, ças punon këto, atëherë do dal më i keq se ç'kom hy.
kështu nuk shkohet në kish. Në kish shkohet ashtu si thot fjala e Zotit. Falendero Zotin, lavdroje Zotin, edhe kështu mbushesh me frymë. Ky është qëllimi. Ne shkojmë në kish, jo vetëm për këtë qëllim, po kjo është një nga gjërat e rëndësishme, të mbushemi me frymën e shenjtë. Haleluja, të mbushemi deri në atë pikë, ashtu si alkoholi ndikon dhe drejton person, ashtu fryma e shenjtë na mbush neve që ai të na drejtoj gjatë javës. Ai të na drejtoj, edhe sa nga ju keni nevojë që drejtoni nga fryma e shenjtë. Unë kam shumë nevojë drejtohem nga fryma e shenjtë, dhe unë nuk mund të mbështetem në përvojat e mëparshme. Edhe Pali e thotë to, haroj ato të mirat, syno drejt përpara që Zoti ka gjëra të reja Zoti për ty. Haroj të vjetrat, ec përpara me Zotin, por si duke u mbushur. Edhe sa herë, ja për shembull në ditën e Pentakostit, Biblia thotë, ata ishin gjithë bashkë, ishin në një mendje të vetme, në të njëjtin vend, nuk ishin shpërndar, ishin mbledhur në një vend besimtarët. Dhe duke u lutur thot, fjala e Zotit thot që u dukën gjuhë, erdhi kjo era që frymfurishëm, i mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rinin. Atyre ju dukën gjuhë si prej zjarit, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Dhe kështu thot, të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë. Të gjithë që ishin aty. Të gjithë që ishin aty u mbushën me frymën e shenjtë. Pra prandaj është e rëndësishme të jesh aty. Është e rëndësishme të jesh në kish. Jo për qefin e pastorit, po për të mirën tënde frymërore. Se si mbushemi ne nuk e dim se si fryma e Zotit e derdh vajin e tij mbi secilin prej nesh. Se fjala e Zotit thot në një rast tjetër te Korneli, nëse ju kujtohet, kur Korneli e thiri Pjetrin që të vinte, Biblia thot që ai kishte mbledhur gjithë farefisën e tij, gjithë shoqërinë e tij, gjithë njerëzit, edhe ishin shumë njerëz. Edhe Pjetri flet fjalën e Zotit, dhe Biblia thot ndërsa ai po fliste, fryma e shenjtë ra dhe ata gjithu mbushën me frymën e shenjtë. Do thotë dhe ndërsa ti dëgjon predikimin në mënyrë mbi natyrshme, fryma e Zotit të mbush ty. Fryma e Zotit derdhet mbi çënjen tënde dhe ti merr atë çfarë ti ke nevojë për këtë javë. Unë nuk e di se me çfarë do përballen këtë javë, atë Zoti e di, por unë ta siguroj që nëse ti je këtu me gjithë zemrën tënde, ti tashmë je duke marrë nga fryma e Zotit, thjesht që je këtu, ti po mbushesh me frymën e Zotit, ti po merr një dozë të mjaftueshme që ti ke nevojë për të ecur përpara këtë javë me Perëndin. Haleluja. Haleluja. Kisha lokale ka shumë gjëra të rëndësishme. Është vendi ku ne marrim darkën e Zotit. Apo jo, ne mlidhemi në kish dhe marrim darkën e Zotit. Edhe ajo është prap një fuqizim për ty. Është diçka që fuqizon jetën tënde frymërore. Ka njerëz që kanë një vit që s'kan marrë darkën e Zotit. Unë nuk e di se çysh e kanë punën me trupin e tyre. Sepse darka e Zotit supozohet që është një mënyrë për të bekuar trupin tënd nga të largoj smundjet. Është një mënyrë hyjnore. Amen. Njerëzit shkojnë paguajnë mjek për 100 lloj kokrash që të kenë trupin e shëndetshëm. Dhe Biblia thot, ti kur merr darkën e Zotit, me kupën ti bekohesh, me bukën ti bekohesh. Pra ka diçka hyjnore që vjen kur ti e merr darkën e Zotit. Edhe këtë e merr në kish. Altari. E keni parasysh kur Jezusi i thot atij personi që kur shkon të i ofrosh Zotit diçka te altari, nëse ke diçka kundra dikujt, shko rregullo me atë. Li dhuratën tënde, shko rregullo me ato, pastaj hajde dhe ofroje te altari. Ku është altari sot? Është kisha. Ku i çojmë ne ofertat tona? Ku i çojmë ne dietat tona? Në kish. Ky është vendi. Jo ky tamam ose ajo atje, po kjo që ne i quajmë kish. Ky është vendi ku ne i ofrojmë ofertat tona dhe Perëndia i pranon ofertat tona. Haleluja. Dhe kjo ndodh në kish. Haleluja. Kështu që besoj që keni marrë mjaftueshëm material për ta kuptuar sa e rëndësishme është kisha. Sa e rëndësishme është kisha. Dhe jo për t'ia bërë qefin një ose dy personave në kish. Po është për ty e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme ardha në kish. E dini njerëz edhe që s'besojnë te Zoti, thjesht që kanë ardhur në kish, Perëndia i ka bekuar. Thjesht që kanë ardhur në kish, Perëndia i ka bekuar. Edhe kjo është thjesht mirësia e Zotit, sepse kam përjetuar derdhjen e frymës shenjtë pa ditur fare, jam bekuar nga prezenca e Zotit. Haleluja.
Haleluja. Sepse vajosja është këtu. Prania e frymës së Zotit është këtu. Edhe jo besimtarë mund ta marrin bekimin. Haleluja. Thjesht që janë në praninë e besimtarëve. Edhe ju e dini edhe vetë, kur kanë ardhur kushërin tuaj, shoqëria juaj, komentet e tyne. Sa mirë unë ndjeva. Pse unë ndjen mirë? Sepse këtu ka liri, fryma e Zotit si e liri. Amen? Haleluja. Po. Ose kanë ardhur njerëz, për shembull, ne e di me Mirandën njerëz se sa e na lut për njerëz, dhe vinë njerëz të botës kërkojnë lutje. Edhe lutemi. Edhe Zoti e plotson dëshirën e tyre. Pa ata s'vinë më në kish, si ata 10 lebrazët. Non dhe morën bekimin su kthyn, veç njoni u kthy. Edhe kështu mund të themi edhe ne. Jemi lutur për jo besimtar, kanë kërkuar një gjë ose një tjetër, një sukses këtu, një shitje prone këtu, një gjë këtu, edhe Zoti e ka bërë atë mrekulli, ata s'kan ardhur në kish, po Zoti prapë ka bërë mrekullin. Sepse Zoti i do njerëzit. Amen? Edhe Zoti mezi pret të tregoj që ai është, që ai ekziston. Ai do t'ju tregoj njerëzve edhe nuk është që Zoti bëhet më i varfër sepse ka bërë mrekulli për njërin ose tjetrin. Perëndia nuk varfrohet kur. Jemi ne të varfrit. Ai nuk varfrohet asnjëherë nga mrekullit. Nuk është që po i harxhohet një mrekulli Zoti s'po më jep mua. Jo, ai ka mjaftueshëm për gjithë. Biles ai do të bëjë më shumë se çfarë ne kërkojmë dhe imagjinojmë. Amen. Kështu që asnjëherë nuk bëni gabim edhe kur ftoni njerëzit në kish. Edhe që janë jo besimtar, nuk bëni gabim. Pse? Sepse ata mund të bekohen thjesht që janë në mes të shenjtorëve. Marrin nga ajo vajosja e përbashkët që Jezusi e çliron në mesin tonë. Haleluja. Le ta falenderojmë Zotin. Le ta falenderojmë Zotin për gjitha këto bekime që vijnë në jetën tonë. Haleluja. Që vijnë në jetën tonë thjesht sepse po i bindemi fjalës për kishën, po shkojnë në familjen e Zotit. Le ta falenderojmë Perëndin. Ndoshta ti nuk e ke pas një zbulesë të rëndësisë së kishës, dhe duke dëgjuar këtë predikim ti po merr atë zbulesë sa rëndësishme është kisha, që ti të bësh pjesë e kishës. Atëherë lutu që vërtet të bësh pjesë me gjithë zemrën tënde. Jo të mos mendosh që po plotson një detyrë ndaj Zotit, por po vjen në një vend ku ti mund të bekohesh. Haleluja. Haleluja. Ati Zot, ne të falenderojmë ty Perëndi i shenjtë, falenderojmë për zbulesat e fjalës tënde. Të falenderojmë që kisha është familja jote. Faleminderit që sa herë që mblidhemi, ti derdh frymën tënde të shenjtë dhe ti na mbush o Zot dhe na fuqizon për ditët që kemi përpara. Zot, edhe të krishterët e hershëm takoheshin një herë në javë, kishte edhe kohë kur takoheshin çdo ditë, të krishterët e hershëm luteshin, të krishterët e hershëm studionin fjalën e Zotit, të krishterët e hershëm bënin vepra të mira, dinin në komunitet, shërbenin, por nuk neglizhonin së mbledhërit së bashku. Faleminderit Zot që edhe ne nuk do të neglizhojmë të mbledhurit tonë, Zot, sepse ne e dimë që ti na fuqizon, që ti na flet, që ti derdh nga fryma jote mbi secilin prej nesh, që ti o Zot na bekon, që ti na jep urtësi, që ti na shëron, që ti na çliron, që ti na mbron nga kurthet e të ligut, Zot, sepse ti je gjithmonë përpara, i ligu është gjithmonë vonë. Faleminderit Zot, është vonë në jetën atyre që mbushen me frymën e shenjtë. Haleluja. Dhe Zot, faleminderit që nuk do të heqim dorë nga të mbledhurit së bashku. Faleminderit që e rinovon mendjen tonë të kuptojmë dhe sa e rëndësishme është që të jemi bashkë duke adhuruar ty, o Zot, në kishën lokale. Faleminderit Zot që e bekon secil me këtë zbulesë. Faleminderit që delet e tua nuk do largohen asnjëherë nga vatha jote, po do dëshirojnë, Zot, të jem pjesë, të jenë ajo gjymtyr e gjallë, jo gjymtyr kanceroze, po gjymtyr e gjallë, gjymtyr që sjell jetë, gjymtyr falenderuese, gjymtyr që funksionon dhe mbështet trupin dhe nuk e lufton trupin në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot, që ti na ke vendosur në trupin tënd ashtu siç ti do, për qëllimet e tua, o Zot, sepse ti je arkitekti, nuk jemi ne. Kisha është e jotja, nuk është prona jonë, o Zot. Haleluja, trupi është i yti. Ti ke vendosur gjymtyrët siç do ti.
Dhe ne t'jemi mirënjohës, falenderus që na ke vendosur në trup. Haleluja. Bekuar qoftë emri yt. Në emrin e Jezus ne lutemi. Amen. Amen.